Sezoni i verës dhe rritja e temperaturave përbën risk për moshat pediatrike. Mjekët këshillojnë që ekspozimi në diell të bëhet deri në orën 11 të paradites dhe më pas të nis pas orës 18. Mjeku pediatër Eduard Mone thekson se fëmijët e vegjël janë edhe më delikat, të cilët kanë vështirësi të mëdha për të balancuar temperaturën. Po ashtu, fëmijët deri në 1 vjeç nuk duhet të ekspozohen në diell, ndërkaq nuk duhet të përdoret krem tek fëmijët 0-6 muaj. Fëmijët të cilët janë 0-6 muaj duhet që të qëndrojnë në hije më mirë dhe fëmijët që janë deri në 1 vjeç. Asnjë nuk duhet që të ekspozohen në goditjen direkte të diellit. Por në rast se kjo ndodh, duhet gjithmonë të jetë para orës 11, mbas orës 18 dhe jo më shumë se 15 minuta. Për shkak të lëkurës së tyre që ka karakteristika që dëmtohet lehtë. Një gjë tjetër që duhet të kemi parasysh për nënat si këshill është fëmijëve 0-6 muaj nuk duhet i vendosim kremra, se shpeshherë shikojmë që i mbulojnë me kremra në plazh, por kjo i bën më shumë dëm fëmijët 0-6 muaj se sa të mirë. Kur të kalojnë 6 muaj, po, mundet që të përdorim kremrat kundër diellit që quhen sot SPF, dhe ato që përdoren për fëmijët janë kryesisht SPF 50+, të cilat i gjen sot në farmacira dhe kudo, dhe që u japin mundësi të një mbrojtje shumë të mirë të lëkurës nga rrezet e diellit, që tek fëmijët kryen irritimin, pra skuqjen, djegjen dhe plagëzimin. Sipas mjekut Eduard Mone, goditja nga vapa dhe nga dielli janë 2 sindroma shumë të rrezikshme për fëmijët, ndërsa prindrit duhet të konsultohen me mjekët. Neve dallojmë atë që quhet goditja nga vapa, goditja nga dielli, që janë, si të thuash, 2 sindrome shumë të rrezikshme. Atëre duhet që vërtet nëna të thrasi pediatrin dhe të konsultohet ose të paraqitet në qendrat verore që ne kemi tashmë në Vlorë që janë aktive, ose në urgjencën e spitalit pediatrik. Por gjithmonë, nëse fëmia do të ankojë mbas një periudhe që ka qenë në plazh ose që ka lozur, dhimbje koke 1, të përzjera 2, të ketë të vjella 3, të ketë gjumësi 4, të ketë lodhje dhe dobësi të përgjithshme 5 dhe të zbehet ose të ketë gjendje të fikti, menjëherë duhet që të paraqitet për arsye sepse këto janë shenja të goditjes nga nxehtësia. Mjeku Mone jep edhe këshilla për fëmijët 0-6 muaj, por flet edhe për ndryshimin e temperaturës në ambient, që duhet të jetë midis 24-26 gradë Celsius. Kujdes duhet bërë edhe me temperaturat në automjete. Për fëmijët që janë latant, pra 0-1 vjet, 0-6 muaj kryesisht, ata i kanë një ushqim ekskluzivisht me qumësht, nuk kanë nevojë që të marrin ujë. Pra, mjafton qumshti i gjirit të nënës së tyre që si të thuash kompensoj edhe në këtë periudhë të vapës së madhe. Gjithashtu, ndryshimi i temperaturës është me vlerë, shpeshherë edhe mua ma bëjnë në pyetje në Instagram dhe më thonë që sa duhet jetë temperatura në ambiente në këto. Temperatura në ambientet ku fëmia duhet të qëndrojë duhet të jetë midis 25 dhe 26 gradë, nganjëherë 24 dhe 26 gradë. Por ajo që është shumë e rëndësishme është mos të ulim termostatin e ftosit në makinë ose në ambientin ku është dhe pasaj të dali fëmia në ambientin përjashta ku temperaturat janë 30 gradë dhe ky ndryshim, kjo diferencë shkakton menjëherë një rënqethje ose një rregullim të përgjithshëm tek fëmia. Prandaj ndryshimet gjithmonë të temperaturës është mirë që ta mbajmë termostatin në shtëpi, në ambientet ku qëndrojnë diku midis 24 dhe 26 gradë Celsius.